Po në qoftë se e lidhin domethënë me muzikën nga vitet 80-90 edhe me shekullin 21. Si e sheh këtë evoluimin? Tani është diçka pozitive, negative, si e mendon ti? Ka jashtë Shqipërisë po bëhet muzikë shumë e bukur. Brenda Shqipërisë ka marrë një kthes shumë të keqe për mendimin tim, sepse po rrallohen këngët që kanë mesazh, po rrallohen këngët që përcjellin emocion të mirë, domethënë. Unë di të them që nuk ka muzikë të keqe, secili ka në formën e vet për ta shprehur artin që ka, por që këngët siç kanë qenë në vitet 80-90, po edhe te 2000-sha flasim, 2010 nuk po bëhen më. Por di të them që ato kohë kanë qenë kohët kur krijoheshin himnet. Këngë si të Aleksandrit, si të Redonit, si të Eltonit, si të Aurelës për shembull, si të Brezit të Ateshëm, vazhdojnë e këndohen dhe tani në 2025. Dhe kjo do të thotë që ka qenë muzikë e mirë. Po, kjo ishte një nga pikat që do kapesha në fakt, se si ka mundësi, si këtu, po edhe jashtë vendit, po edhe këtu, që këngë të viteve, po them 80, 90, 2000, vazhdojnë këndojnë dhe sot, dhe këngët që dalin sot që mund të jenë shumë investim, më shumë teknologji, fillojnë të harrohen. 1 muaj, 2 muaj, fati madh 5-6 muaj dhe venites vej. Ka të bëjë dhe avancimi teknologjik. Është bërë çdo gjë një fragment 30 sekondësh. Domethënë nuk ka një këngë. Domethënë kënga nuk ti si person dhe unë një këngë posa të rrohesh 30 sekonda e para në një swipe. Po. Dite një këngë atëherë ta dëgjoj në kaset, ta dëgjoj në disk apo në ku çka ka qenë në mënyrë në radio për shembull, dhe do ta dëgjoj të kishe vëmendjen të 3 minutat e plota të këngës. Ka të bëjë kjo domethënë dhe se di domethënë mi bën një lloj audiencë që do vetëm thelbin, do vetëm përshëndrimin e këngës do ta dëgjosh si të plot. Kjo ka të bëjë shumë besoj, por edhe materiali muzikor. Besoj që ka pasur një pikjat, jo po pikjat shumë e madhe, nuk po ta mendosh domethënë në ato vite, duke si shumë vite. Ja 20 vite të bërë, 25. Nuk janë, po që nuk ka qenë kjo lloj mediat sociale apo që mund të hapen masivisht e këto. Sot po ta shohësh shumica synojnë që po bën në TikTok, që të shfaqet shumë ja dole. Kjo është edhe unë e pyesja të shpestikam si që në ato vite s'ka pas TikTok, Facebook. Kjo atëherë ka pas radio, veç radio skena stadiumet. Ditë llafi gojë, domethënë veç në radio, nga televizionet, domethënë e vetëm mënyrë që ti të shife një lajmërim për një koncert ishte nga radio, nga televizori. Media më e madhe suksesshme nga që televizioni, që po të dilje atje e kishte në rregull, po pra, ajo është tani secili mund të bëjë një këngë në shtëpinë e vet, mund ta nxjerrë në shtëpinë e vet, mund të bëhet nga ana e klikimeve të flasit, mund bëhet virale direkt. Kemi shumë më të mirë, për shembull Billie Eilish është bashkë me vllajën e vet kanë bërë këngë në dhomën e vet gjumit. Dhe tani ku janë fitojnë 5 grek në vit, e kupton? Dhe sepse nuk bën muzikë të keqe, por që është dhe mundësia e kësaj kohe, që është dhe e mirë, po është dhe e keqe. Njëkohësisht. Po patë influencën e keqe në muzikë, atë do ndjekin. Po patë influencën e mirë, atë do ndjekin prapë. Gjithsesi është tamam piketa që ti të kesh. Imagjinoj pak këta që kanë qenë të viteve 80, 90, 2000, të kishin këtë teknologjinë sotme. Si mund të ishin? Nuk e imagjinoj dot. Nuk s'kthej se nuk e donë, ato kanë të bukur se janë të vjetër, e kupton, bënin muzikë me ato lloj pajisjesh, me ato lloj cilësi e video, e kupton, ka gjëra vetë bukura, që domethënë të jetë rezolucioni 480p, domethënë, është ajo që e bukur asaj. Edhe më shumë shijojnë. Edhe më shumë shijojnë, normal. Se po shohin video 8K. Po pra, duke shumë të ftohta, shumë bosh. Është tjetër lloj emocioni që ka pas atje, dhe s'besoj se kthehet më. Është asaj kohe, do ngeli asaj kohe. Po do bëhet më mirë tani, do bëhet më keq, kështu që.